تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى vazhdojmë këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah. Dhe jemi tash të libri I Haxhit, thot autori rahimahullah, Kitabul Hajj, libri I Haxhit. Dhe tu kapitullin e parë që përmend Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah thot Babu Fardil Hajj, kapitulli obligueshmëria e haxhit. Bab Fardil Hajj, do më thonë obligueshmëria e haxhit. Thot dietari madh Sheikh Zejdi rahimahullah se haxhi, fjala el hajj nga aspekti gjuhësor është sinim. Sinim ose qëllim, me sinu diçka. Kurse sa I përket kuptimi ose domethënies sheriatike, fetare, është sinimin për të shtëpia e Allahut, do të thonë çabja, për me kry vepra të caktuara në një kohë të caktuar si përgjigje ndaj urdhrit të Allahut subhanahu wa taala, duke kërkuar, duke sinuar kënaqësinë e tij. Kjo është domethënë kuptimi I haxhit në aspektin e gjuhës. Domethënë sinim për të shtëpia e Allahut, domethënë çabën, për me kry vepra të caktuara në një kohë të caktuar si përgjigje ndaj urdhrit të Allahut subhanahu wa taala, duke kërkuar kënaqësinë e tij. Dhe thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah se haxhi është një prej shtyllave të Islamit, dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dhe për hir të Allahut njerëzit e kanë për detyrë ta kryejnë haxhin në shtëpinë, do të thonë Çabe, për atë që ka mundësi të arrijë deri tek ajo. E kush mohon, Allahu është I pasur ndaj krijesave. Dhe po ashtu, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se është transmetuar në Sahih Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qal eyyuha an-nas qad farada Allahu alaykum al-hajj fahujju. Do të thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mbajti një fjali dhe tha: o ju njerëz, Allahu ka bërë obligim juve haxhin, prandaj kryeni haxhin. Atëherë njëri prej të pranishmëve aty tha: faqala rajulun a kulla amin ya Rasulallah, a e kemi obligim çdo vjet ta bëjmë haxhin? Atëherë fasakata, do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk foli, heshti. Hatta qalaha thalathan, derisa pyetësi e përsëriti 3 herë të njëjtën pyetje. A e kemi obligim çdo vjet haxhin? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Law qultu na'am la wajabat." Nëse kisha thënë po, atëherë do bëhesh obligim ta bëni haxhin çdo vjet. "Wala mastata'tum", e ju nuk do mundeshni ta bëni një gjë të tillë. Do thonë që çdo vjet me shku çdo musliman me kry haxhin do ishte domethënë në një gjë që I ngarkonte ata. Dhe pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dhuruni ma taraktukum." Domethënë për ato sende që nuk u kam thënë, domethënë mleni ashtu. Mos ndërhyni domethënë ma thellë. Fa innama halaka man kana qablakum li kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sepse ata që ishin para jush u shkatruan si pasojë të asaj që u bëshin shumë pyetje pejgamberëve të tyre dhe kishin kundërshtime ndaj pejgamberëve të tyre. Fa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Nëse u urdhëroj me diçka, atëherë kryeni atë sa keni mundësi.
wa idha nahaytukum an shay'in fad'u, e nëse u andaloj diçka atëherë lëreni ato. Pastaj thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se sipas mendimit më të saktë se haxhi është bërë obligim në vitin 9 pas hijretit. Viti 9 pas hijretit është bërë domethënë haxhi detyrë, obligim, dhe haxhi është obligim që njeriu sa më shpejt me e kry. Nëse ai ka mundësi. Dhe mundësia është këtu domethënë që njeriu me qenë edhe nga aspekti i shëndetit, që me pas mundësi domethënë me përballu atë udhtim, po edhe nga aspekti i ekonomisë, që me pas domethënë në çështje ekonomike, çështje financiare, për veten e tij dhe për ata që i ka nën kujdesje derisa të kthehet në vendin e tij. Domethënë jo ai i merr të gjitha parat, edhe ik në haxh dhe thotë unë bëj haxhin si vjet, edhe këto në familje për 1 muaj ditë, për 3 javë ditë, i lënë domethënë në hall. Jo, kjo nuk është qëllimi, domethënë dhe synimi, po thotë Sheikh Zejdi rahimahullah që njeriu me pas domethënë me i siguru edhe familjarët e tij gjatë mos prezantimin e atij domethënë në vendin e tij, që ata domethënë të jenë të siguruar nga aspekti ekonomik. Dhe ka një kusht shtesë për sa i përket grave, një kusht plus është domethënë, dhe ajo është domethënë që gruaja me pas mahram, domethënë kujdestari i saj, patjetër me qenë domethënë haxh me të. Domethënë nuk bën dhe nuk lejohet që gruaja me shku vetë në haxh. E tash, nëse vjen një grua, ka pasuri marramendse. Ka pasuri marramendse, ka trashëgu, ka babai, ka kështu me radhë, ka burri i saj, ka pasuri të madhe. Dhe nga aspekti shëndetësor, po ashtu e përballon udhtimin. Po nuk ka mahram, atëherë nuk e ka obligim. Ajo është e arsyetuar, e justifikuar. Do të thonë nuk duhet ajo vetën me mbi ngarku, që më thonë jo unë patjetër duhet me shku. Jo, nuk është patjetër. Se ti e ke kusht në pas mahram. Nuk e ke mahremin, atëherë je para Allahu subhanahu wa taala e justifikuar. Barakallahu fikum. Pastaj përmend këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah hadithin e parë që është në renditjen e këtij librit, hadithi 662. Dhe barakallahu fikum, nëse pak reflektojmë pak, mendojmë rreth këtij librit, në fillim e fillon domethënë me librin e pastërtisë, pastaj kaluam te libri i namazit, pastaj kaloi çështja te libri i sijamit, domethënë agjerimit, pastaj të zeqatit, tash të haxhit. Ose para sijamit ishte zekati, pastaj kalon te agjerimi. Sidoqoftë, nëse pak reflektojmë, kjo tregon domethënë shikoni edhe tash këtu do e shohim domethënë te çështja e haxhit, si ka vepru pejgamberi alayhi salatu wasallam, si ka kryer pejgamberi alayhi salatu wasallam haxhin. Po edhe në mësimet e kaluara e mësuam si ka qenë namazi natës pejgamberit alayhi salatu wasallam, si ka qenë në 10 ditën e fundit Ramazanit, si ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam domethënë me çështjen e sadakas, e lemoshës, e dhënjes, e bujarisë, e kështu me radhë. Kjo tregon domethënë që ne jemi të marrë këtu edhe të mësu domethënë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është domethënë këto hadithe na përshkruajnë domethënë ato çaste, ato momente siç e pam para në mësimin e kaluar domethënë që thot sahabiu sa më kujtoi domethënë Hudhaifa radhiyallahu anhu që ose Ebu Said al-Khudri që thotë e kumpa pejgamberin alayhi salatu wasallam kur binte në sejdë edhe i lagesh domethënë balli edhe hunda domethënë sepse ra atë shumë shi sa që depërtoi domethënë në brenda xhamisë. Kjo domethënë tregon ti me jetu me këto ngjarje dhe me këto ndodhi. Edhe selefat ridwanullahi alejhim e bëshin një gjë e tillë. Kur kishin brenga, kur kishin diçka, lexoshin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me jetu pak me ato me atë vakët. Edhe prandaj ka thënë Imam Tirmidhi rahimahullah kur e ka përpilluar librin e tij, ka thënë këtë libër kush e ka në shtëpinë e tij, është domethënë sikur se i fol atit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ato fjalë janë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash do shohim këtu domethënë si janë nis pin Medinë, po haxhin, po në Mekë, po kurbanet.
Kjo gjithë domethënë na tregon në ato jetën e përditshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atër thot këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu thawabun illa al-janna muttafaqun alayh. Transmeton sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nga umreja deri në umrën tjetër është shlirje për mëkatet ndërmjet tyre. Prej umrën në umrën tjetër do thonë është shlirje për mëkatet ndërmjet tyre. Dhe për haxhin e pranuar nuk ka shpërblim vetëm se xheneti. Për haxhin të pranuar nuk ka shpërblim për atë njeri vetëm se el-janna. Padyshim domethënë se ky hadith e tregon vlerën e haxhit dhe po ashtu edhe vlerën e umres. Vlerën e haxhit dhe vlerën e umres. Dhe thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah që me qenë haxhi domethënë el-mabrur, haxh i pranuar, i ka ato dy kushtet. Dy kushtet që janë kushte edhe për çdo ibadet tjetër. Kushti i parë është es-sawab, me qenë domethënë në ibadeti i sakt. I sakt është domethënë në kur është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kushti i dytë është me qenë domethënë me plot përkushtim për Allahun subhanahu wa taala, el-ikhlas. Dhe thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimullah, ajo që e bën të jetë haxh i pranuar, që të jenë shpenzimet që i bën njeriu gjatë haxhit dhe për haxhin, të jenë domethënë nga pasuria e pastër. Do thonë që ato shpenzime, që ato para që njeriu shkon haxh, me qenë domethënë para halalit, që i ka fitu domethënë me halal. Kjo është prej shkaqeve që haxhi me qenë haxhi pranuar. Dhe me pas njeriu domethënë ose me shpresu atë njeriu domethënë këtë shpërblim të madh. Shpërblimi domethënë që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për haxhin të pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xheneti. Me shpresu këtë shpërblim të madh, atëherë është prej shkaqeve, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, që është penzimet për të cilat njeriu i bën gjatë haxhit dhe për haxhin, me qenë domethënë në prej pasurisë që ka fituar njeriu domethënë në mënyrë të ligjshme dhe të saktë. Dhe po ashtu që me qenë haxhi i pranuar, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, që me pas njeriu akidën të pastër dhe të saktë. Me akida, me besim domethënë të saktë. Jo, shkon haxh edhe kalon në Medinë dhe i lutet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo nuk e ka akidën të pastër. Barakallahu fikum. Ose kërkon varreza tjera në për Mekë, në për Medinë, në për vende tjera kështu me radhë. Me pas akidën domethënë në sahiha. Dhe po ashtu domethënë edhe që njeriu me mbrojt veten e tij domethënë prej mëkateve, qofshin ato mëkate që i bën njeriu me gojën e tij, ose domethënë duke vepruar diçka. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Aisha radhiyallahu anha qalet qultu ya Rasulullah ala an-nisa'i jihadun qala na'am alayhinna jihadun la qitala fi al-hajj wal-umra. Nana besimtarve Aisha radhiyallahu anha i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, a ka për grad jihad, luftë? Atëherë i është përgjigjur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë po, për ata ka jihad, po pa luftë. Pa luftë. Dhe ato janë haxhi dhe umreja. Haxhi dhe umreja domethënë se padyshim domethënë edhe për burrat, po për gratë edhe më shumë haxhi dhe umreja domethënë kanë vështirësitë, i kanë vështirësitë. Edhe domethënë sakrifikimin që e bën njeriu, edhe nga aspekti ekonomik, po edhe nga aspekti shëndetësor. Nëse është kjo domethënë për burrat një gjë e tillë, atëherë si është për gratë. Po megjithatë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo tregon domethënë se atë edhe gratë kanë obligim domethënë haxhin, edhe nëse ata domethënë përjetojnë gjatë kryerjes së haxhit domethënë në vështirësi. Se gjithë ajo ecje domethënë në Arafat, po qëndrimi, po prej Arafatit Muzdelifa, për Muzdelifa në Mina e kështu me radhë, domethënë të gjitha këto janë edhe për burrat
por jetojnë domethënë në vështirësi. E mos flasim domethënë për gratë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haxhin dhe umrën për gratë e ka krahasuar domethënë në xhihad, luftë. حديث رادس جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأن تعتمر خير لك. Tregon Gjabir radiallahu anhu se një beduin I erdhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: O I dërguari I Allahut, më trego për umrën. A e kemi obligim ajo? A e kemi obligim ajo? Pejgamberi alaihi salatu wasallam I tha: La, nuk është umreja obligim, por nëse e bon është më mirë për ty. Nëse e bon umrën, domethënë është më mirë. Por këtë transmetim ka dobësi, domethënë. Ky transmetim domethënë ka dobësi domethënë dhe isnadi si ngjiri është I ndërprer. Domethënë nuk shkon deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Imam Ahmedi rahimahullah ka bo daif këtë hadith. Por Sheikh Zejdi rahimahullah thot se këtë hadith e kanë marrë dietarët, ato që kanë mendimin, domethënë ato dietarë se umreja është e pëlqyer. Nuk është vajib, por është e pëlqyer. Në këtë hadith bazojnë ata. Sepse beduini thot pejgamberit alayhi salatu sallam, më trego për umrën. Më informo. A e kemi obligim ajo? Përgjigjja është e qartë. La. Nuk e kemi për detyrë, nuk e kemi obligim, po nëse e bën është më mirë për ty. Por siç e tham domethënë, hadithi ka dobësi. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sipas mendimit të saktë, është se umreja është wajib. Është domethënë në obligim. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, argumenti se është wajib është hadithi I Umar ibn al-Khattabit radiyallahu anhu, kur I erdhi Gjibrili alayhi salatu wassalam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyette për islamin, për imanin, për ihsanin. Kur e pyeti për islamin, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "El-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujja al-bayta wa ta'tamir." Domethënë, kur e pyeti për islamin, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam I tha: "Islami është që të dëshmojsh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala dhe se Muhamedi është I dërguari I Tij, ta falësh namazin, ta japësh zakatin dhe ta kryesh haxhin dhe umrën." Domethënë ka disa rivajete që përmendin wa ta'tamir umra domethënë, që ta bësh domethënë umrën. Që këtu e renditi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë edhe te pjesa e islamit e përmendi domethënë edhe çështjen e umrës. Dhe në bazë, domethënë, të këtij transmetimi thotë Sheikh Zejdi rahimullah se është umreja po ashtu obligim. Është umreja domethënë në detyrë, obligim për muslimanin dhe muslimanen, të cilat e kanë arritur domethënë moshën e pjekurisë dhe kanë mundësi domethënë edhe nga aspekti, siç e tham domethënë, aspekti ekonomik, aspekti domethënë shëndetësor dhe po ashtu edhe për gruan aspekti I mahremit. Dhe po ashtu kanë pas këtë mendim se umreja është obligim prej sahabëve Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma dhe po ashtu Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma. Këto dy sahabë domethënë, Abdullah ibn Umeri dhe Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma e kanë pas mendimin domethënë se umreja është obligim. Edhe po është prej dietarëve bashkohor, siç është këtu edhe Sheikh Zejdi rahimullah, po ashtu edhe Sheikh Ibn Bazi rahimullah e ka mendimin domethënë se umreja është obligim. Pastaj hadithi I radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. Këtu
e transmeton Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të një vend Rauha, duke shkuar në hax, takoi domethënë në një karavan domethënë me njerëz dhe u tha atyre kush jeni ju? Ata u përgjigjen dhe thanë ne jena musliman. Fa qalu men anta, kush je ti? Se kishin pa pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe këto, prandaj duhet me pak me nu pak, do thonë, si ka qenë ajo situata. Era e parë, ata musliman. Ai dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ne sot kur I takojmë trashëgimtarët e pejgamberëve, dietarët, po si është ndjenja? Si është aty? Me sytë e ballit për herë të parë, se ata nuk I kishin, se ndryshe nuk I kishin thënë men ente, kush je ti? Se kur e boni haxhin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të thonë u shtua numri I muslimanëve. Sidomos në gadishullin arabik. Edhe nuk I kishin pa pejgamberin alaihi salatu wasallam me sytë e ballit, edhe thanë men ente. Edhe shikoni edhe modestinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk u tha, po ju as më njihni mua, po a nuk dini kush jam unë? A nuk dini se kshu, jo tha, unë jam Resulullah, unë jam dërguari I Allahut. Kaq. Atëherë këtu transmetohet ai tash qëllimi I hadithit, po mundeni ta imagjinoni domethënë si ka qenë situata domethënë dhe gëzimi I madh dhe lumturia domethënë e atyre njerëzve që për herë të parë janë të pa domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë në atë moment farafa'at ilayhi imra'atun sabiyan. Atëherë një grua ngriti drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një fëmijë. E kishin një bebe të vogël, edhe ngriti kështu, edhe I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka ky haç? Shikoni domethënë kjo pyetje para 1400 vjet e më shumë është bërë. Edhe kjo tregon mençurinë asaj gruas domethënë. Edhe është shumë e rëndësishme për çështjet e fikut domethënë, çështjen e haxhit, e umrës e kështu me radhë. E ka ngritur domethënë atë fëmijën dhe I ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka ky haç? Atë pejgamberi alaihi salatu wasallam I ka thënë, po, dhe ti ke shpërblim. Ti shpërblehesh për atë, pse se ti e mban atë. Ti e domethënë tu mundu domethënë me bukë, me ushqim, me harxhime, tu e mbaj domethënë e kështu me radhë. Po domethënë, na'am wa laki ajrun, po dhe ti ke domethënë dhe ti ke shpërblim. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith tregon domethënë se është e ligjshme që njeriu me pyet domethënë në çështje fetare. Kur jepet mundësia domethënë me taku njerëz të dijes, atëherë me pyet për çështje fetare. Dhe lejohet po ashtu që edhe gruaja me pyet dietarin në mënyrë drejt për drejtë. Në mënyrë domethënë si ka ndodhur këtu domethënë situata, ajo gruaja ka qenë aty dhe ja ka ngrit pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe ka thënë, "A li hadha hajj?" A ka ky haç? Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam I është përgjigjur. Por kur fëmia e arrin moshën e pjekurisë, atëherë duhet prapë me kry haxhin. Ajo është haxhi islam atëherë. Nuk vlen domethënë ky hax për haxhatul islam domethënë. Nuk mundesh me thonë jo, e ka kry fëmia kur ka qenë 2 vjeçar, 1 vjeçar, 3 vjeçar, 5 vjeçar, e ka bë haxhin edhe mo e ka kry obligueshmërinë, detyrën që ka pas. Jo. Ai hax nafila, ka qenë nafila. Kurse për detyrë kur e bën domethënë në moshën e pjekurisë. Atëherë domethënë ka për obligim. Pastaj hadithi I radhës, po ashtu transmeton Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه. Po ashtu ky hadith që transmeton Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma tregon domethënë se Fadl radiyallahu anhu ka qenë bashkë në të njëjtën domethënë kafsh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, haxhin lamtumirës. Domethënë ka qenë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo thotë Sheikh Zejdi rahimullah
Kjo tregon se lejohet domethënë që me udhtu, qoftë ajo deve, ose kal, ose mush, ose gomar, të hypin 2 persona. Por me kush domethënë që ajo kafsha, qoftë kal, qoftë deve, ose mush, ose gomar, që me qenë domethënë në gjendje fizike me e përballu. Domethënë njeriu duhet me vlerësu domethënë gjendjen e saj, e kafshës, edhe pastaj me bë një gjë të tillë. Nëse vlerëson se nuk mundet ajo me përballu 2 persona, atë 1 person. Shikoni barakallahu fikum, ne flasim tu për kafsh. E si është padrejësia ndaj njerëzve. Tu flasim domethënë dietarët e përmendin domethënë si rregull që njeriu me pas kujdes dhe me vlerësu situatën që mos me kesh përdor dhe mos me i bë padrejësi kafshës. E si është njeriu atëherë? Si është njeriu? Atëherë, duke qenë domethënë duke udhtu drejt Mekës, i ka ardhur një grup pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Khas'am dhe e ka pyetur domethënë për një çështje. Por para se me pyet domethënë Fadli ka shikuar tek ajo gruaja, ajo ka shikuar te Fadli dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kthyr Fadlin fytyrën domethënë në anën tjetër. Atëra ajo gruaja i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, obligueshmëria e haxhit ndaj robërve të tij e arriti babain tem në moshë të madhe, në moshë të shtyrë. Dhe ai së ne përballojnë domethënë dot qëndrimin mbi kafsh. S'mundet domethënë me qëndruar mbi kafsh. Aq është domethënë moshë të shtyrë, moshë të madhe, saqë nëse e vendos në kafsh ai rrezohet domethënë. Atëherë, afa hujju anhu, a ta bëj haxhin unë për të, a bën unë ta bëj haxhin për të ta kryj haxhin?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Po, bën domethënë ta krysh haxhin për babain tënd." Edhe kjo tregon domethënë edhe nëse është njeriu i gjallë, mundet me qenë i gjallë, po së ne përballojnë udhtimin deri në Mekë, shkaku i smundjes, shkaku i moshës, atëherë bën domethënë dikush prej familjarëve të tij, ose dikush tjetër domethënë ta bëjnë në haxhin ose umrën për të, por me kush domethënë që ai vetë, siç do e shohim tash në vazhdim, kushti është që ai vetë ta ketë kry haxhin ose umrën. Kjo është kusht domethënë, që patjetër duhet njeriu vetë ta bëjnë haxhin për veten e tij, pastaj për dikën tjetër. Kjo domethënë këtu, se kjo ka qenë haxhin lamtumirës, edhe në atë vit është bërë edhe obligim haxhin. Kjo pyetje nën kupton domethënë që për vitin tjetër domethënë që si vjet domethënë ta kryune për mua haxhin, pastaj vitin tjetër ose do një mundësi tjetër kur do më jepet ta bëj për babain tënd. Kjo është domethënë kuptimi, që një herë për veten me kry, pastaj për tjetrin. E nëse ai personi e ka kry haxhin për veten e tij dhe ka vdek, ose ka kry umrën dhe ka vdek, atëherë nuk është puna si në kohën tonë që veprohet për shembull, prapë me bo hax ose umre për të. Nëse ai ka bo për veten e tij, atëherë nuk kanë vepruar sahabët ridwanullahi alejhim në mënyrë të tillë që prapë me i bo nafile, hax ose umre. Por atëherë njeriu bën për vete haxhin ose umren. Nëse se ka bo, atëherë është ka legjitimitet dhe ka bazë. Ama nëse ai ka bo për veten, e tash i prapë me thonë jo po unë edhe një herë t'ja bëj babës, ose nënës, ose dikujt tjetrit, domethënë nëse ka bo, domethënë atëherë ajo që kanë vepruar sahabët ridwanullahi alejhim e kanë bërë domethënë për vete pastaj. E kanë bërë domethënë për vete. Edhe këtu thot Sheikhu Sheikh Zedi rahimahullah se ky hadith tregon domethënë obligueshmëria për me urdhëru për të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Dhe kjo domethënë sipas situatës dhe nevojës. Ka një herë domethënë se ka nevojë, shehu thot, edhe përdor ashpërsi, e ka një herë domethënë nëse nuk e kërkon nevoja, atëherë pa me përdor ashpërsi. Domethënë, njeriu urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, nëse nuk kërkon situata me butësi. Nëse kërkon situata edhe me ashpërsi. Po ashtu thot Sheikhu Sheikh Zedi rahimahullah se ky hadith tregon dhe është argument domethënë që bën domethënë dikush me zavencu dikën për në hax. Si është puna domethënë këtu në këtë hadith, që nëse njeriu domethënë është në moshë të shtyrë, në moshë të thellë, atëherë domethënë bën që dikush me bë haxhin për të ose umrën, edhe për dikën që ka vdek, edhe nuk e ka bërë haxhin ose umrën,
qoftë ajo nga pasuria që e ka lënë ai pas vete, do thonë ajo trashëgimin, qoftë ajo nga pasuri ose edhe prej pasurisë, domethënë në familjarëve. Nëse dikush domethënë në prej fëmijëve ose diçka e tillë, domethënë në i jep ato para dhe bëhet haxhi për të ose umre. Këtu desha të ndalem pak, se pa është para do ditë do reklama në për Facebook e kështu, haxh bedel 2500 euro, 3000 euro, ku e diçka. Edhe kjo është për njerëzit, domethënë, sidomos me këto kushtet tona, se me çun një bedel pin Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, do të ta paguash 6.000-7.000 euro sa është çmimi këtu, a është ashtu? E tash ti nëse sheh një ofertë të tillë 2.500 euro, vjen më pak se gjysma. Edhe e bën pagesën, edhe ai dikush që jeton në Medina, që një talebe, një far talebe, ku e dikush është ai domethënë, e bën bedelin për babain ton. Por ai e bën në mënyrë të paligjshme. Sepse ai nuk ka të drejtë me bë haxh çdo vjet. Po ata të cilat jetojnë në Saudi, të drejtë kanë një herë në 5 vjet. Një herë në 5 vjet, atëherë ai duhet domethënë me ik, pa leje, kjo është kundërshtim ndaj pushtetarit, kjo domethënë çit telashe, 100 gjona domethënë, ama ata këta nuk ti tregojnë. Ai thot vetëm haxh bedel. E në 2.500 euro ofertë është super për ty. Kurse nuk të tregon ai që e bën në zezë, ai e bën në zezë, domethënë. Në mënyrë legale, në mënyrë ilegale. Edhe ti tu mendu domethënë na filani ma bëni haxhin mu për babën, për nonën, për tezën, për hallën, për axhën, për ku e di çfarë. Jo, ai e bën në mënyrë ilegale. Iki në përfusha, në përmale, në përshkretira, lusin, çajin, lot derdhin, që me mrin Mina, që me mrin Arafat, ama ato nuk i tregojnë. Se realisht, haxhi edhe në Saudi me ata që jetojnë, haxhi kushton 2.000 deri 2.500 euro, 3.000 euro ka haxh. Fillon me 2.000, 2.500, 3.000, do të thonë, ai çfarë bujar që ka ai njeri, ta bën haxhin gjithë ato lodhje që i bën, edhe asnjë fitim mos me pasë. Do të thonë, ata synojnë maksimum me fitu. Edhe që do e shohim ajo bën, domethënë, zakonisht ata njerëz se bojnë haxhin ifrat. Haxhi ifrat është domethënë haxh pa kurban. Edhe këtu ai don me të shparit ato 200 euro për kurbanin, mos më dhëna që mos më paguaj këtë. Ama ti mendon se ai e bën haxhin më të mirë për babën tan. Prandaj keni kujdes, edhe mos leni domethënë me keq përdor, ka mundësi me e kthy atë personin, ka mundësi me e burgos. Nuk përfundon në Arafat, përfundon në burg. Edhe u ka ndodhur njerëzve, ka njerëz domethënë kanë përfunduar në burg, se i shkelti rregullat e pushtetarit. Prandaj edhe as nuk do e morësh as do shtavesh. Kur ti e ke bë pagesën, mendon se ka kry haxhin, ai ka në burg ato 5-6 ditë kur ka qenë haxhi, pastaj kanë kthyr në Medinë. Prandaj keni kujdes. Mos leni domethënë të keq përdorin ta keq përdorësit në këtë drejtim. Jo haxh bedel me të madhe reklam të bo. Kush janë ata? Njerëz domethënë studenta në thojza, pi Kosovë, pi Maqedonie, pi Shqipënie. Edhe ai fiton 2.000 euro i fiton pastaj. Ose 1.500. Se fundi nëse s'ke mundësi, atë nuk ja bën ti, më thon babës, haxh. S'ke mundësi, Allah nuk e kërkon prej teje. Nuk je ngarkuar ti nga aspekti i shariatit që t'ja bësh haxhin patjetër. Nuk je pas mundësi si ja ke bo, u kry muhabete. Prandaj keni kujdes. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, thot أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها أرأيت لو كانت على أمك دين كنت قاضيته أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma transmeton se një grua prej Gjuhejna erdhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Nona ime ka bo zotim që me e bë haxhin, por nuk e bëri haxhin derisa vdiq." Do të thonë vdiq ajo nuk e çoi zotimin në vend. Ata bojun haxhin për të për në nëntime? Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Po."
bën haxhin për nënën tënde për shkak se është zotu. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur nëna jote të kishte pas borx. Kishte pas borx dikujt për njerëzve. A do ja kishe kryet ja borxhin asaj? A do ja kishe pastru? Nuk ka nevojë për përgjigje, do të thonë përgjigje është po, kur ka njëri mundësi. Atëherë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është më i denj që të përmbushet detyrimet e tij, do të thonë se detyrimin e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë nëse ti nëse do ja kishe kryer ti nënën tënde, nënës tënde, borxhin ndaj njerëzve, ndaj krijesave, atëherë si është borxhi, do të thonë, ndaj krijuesit, ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse do më thonë njeriu zotohet, bën nedhër zotim, qoftë haç apo umre ose do një ibadet tjetër, dhe vdes dhe nuk e çon në vend zotimin, atëherë do më thonë familjarët e atij personit e plotsojnë, e çojnë në vend. Dhe nuk bën do më thonë me anashkalu këtë çështje dhe këtë mesele dhe me e marr këtë mesele do më thonë me lehtësim kështu. Do thonë mos më i dhën shumë rëndësi, jo, më i dhën duhet rëndësi do më thonë. Se si do ishte puna do më thonë nëse prindi yt i kishe pas borx filan fisteku të kështu. Do ishte mundu të sa më shpejt do më thonë në që atë borx me e pastru. E si është do më thonë çështja me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj nuk duhet me na shkalu, po duhet do më thonë sa më shpejt një gjë e tillë do më thonë të pastrohet. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, po ashtu nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma thot, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-hinth fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra. Wa ayyuma a'rabiyyin hajja thumma hajara fa alayhi hajjatun ukhra. Wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa fa alayhi hajjatun ukhra. Këtë hadith që transmeton Abdullah ibn Abbas nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot që çdo fëmijë që ka bërë haxhin e pastaj e arrin moshën e pjekurisë, atë duhet prap me bë haxhin islam. Dhe çdo beduin që ka kry haxhin, pastaj e bën hijretin, e bën shpërngulje domethënë, atëherë në Medinë e ka për detyrë me bë haxhin prap. E ka për detyrë prap me bë haxhin. Dhe çdo rob që ka kry haxhin duke qenë rob, domethënë, nëse lirohet në liri, atëherë prap duhet me bë haxhin. Ai haxhi i parë domethënë nafila. Kurse haxhi islam domethënë duhet prap bëhet. Prap domethënë me e bërë. Sheikh Zejdi rahimahullah thot, çështja e parë domethënë te fëmia para se me arrit moshën e pjekurisë është e qartë, domethënë se kur arrin moshën e pjekurisë domethënë duhet me bë haxhin edhe një herë, ajo është domethënë haxhi i islamit. E ai i parë domethënë është nafila. Po ashtu edhe te çështja e robit. Nëse ai domethënë e ka kryer haxhin duke qenë rob, pastaj lirohet në liri, atëherë duhet domethënë haxhin islam me kry. I pari është domethënë prap nafila. E sa i përket beduinit, domethënë beduinit, thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, këtu ka një shpjegim domethënë më shumë, edhe ajo është domethënë nëse e ka bë haxhin, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse ka bë haxhin ai beduini para hijretit, por kur ka qenë domethënë kafir, se edhe arab domethënë mushrikët bojshin hax. Ata e qyshin hax domethënë tavafi rreth Qabes edhe ecja me Safa dhe Merwa. Kjo llogariteshë për ata hax. Nëse ka bën një gjë të tillë para islamit, domethënë kur ka qenë kafir, atëherë kur hyn në islam domethënë edhe e bën hijretin në Medinë tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, atëherë domethënë duhet domethënë me kry haxhin edhe një herë. E thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, por nëse ka qenë musliman, edhe pa mos me bë hijretin, ama ka qenë musliman dhe ka kry haxhin, e pastaj është shpërngul e ka bë hijretin, thotë Sheikhu ajo që është e sakta tek une, ai haxhi i parë
është domethënë në rregull dhe ai është haxhi islam, se ka qenë musliman. Ka një shpjegim tjetër për dietarëve që ai haxhi edhe nëse ka qenë musliman, po duke qenë larg dijes edhe larg muslimanëve, ka shku ndoshta ka vepru si veprojnë njerëzit aty. Edhe kjo nga mungesa e dijes edhe mosditja domethënë se si bëhet, prandaj kur e bën hijretin, mëson dije, e kupton, atëherë duhet me bë haxhin edhe një herë. Me bë haxhin domethënë edhe një herë. Pastaj hadithi i radhës 669, po ashtu nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه ولفظه لمسلم. Po ashtu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma transmeton dhe thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke mbajtur një fjalim dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ase si mos vetmohet një burr me një gruë të huaj përpos se me pas ajo gruaja mahremin e saj aty. Ase si domethënë mos vetmohet burri me një gruë të huaj pa mu me pas domethënë ajo domethënë mahremin e saj aty. Dhe ase si mos të udhëtoj një gruë vet pa me pas mahremin e saj. Ase si domethënë mos me udhëtu grua pa me pas domethënë mahremin e saj, kujdestarin e saj, përgjegjësin e saj me vete. Faqama rajulun, atëherë u çuti një prej sahabëve, edhe i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, o i dërguari i Allahut, gruaja jeme ka dalë në haxh me shku. Do thonë e muslimant. Ajo ka dalë. Kurse une e regjistrova emrin ten për atë ekspedit ushtarake. Do thonë ka qenë në plan një ekspedit ushtarake, edhe ky sahabiu e ka shënu emrin aty, domethënë që ka me marr pjesë në atë ekspeditën ushtarake. Kurse gruaja e tij ka shkuar në haxh. Ka nisë domethënë për në haxh. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, jo, çështën e asaj ekspeditës ushtarake, lije domethënë, intalik shko domethënë dhe bashkoju gruas tënde, bashkëshortës dhe krye haxhin me ta. Do thonë shikoni barakallahu fikum. Edhe flasim këtu domethënë, flasim këtu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kohën e sahabëve ridwanullahi alaihim. Nga njërën aspekt. Në aspektin tjetër është puna domethënë ky burr i madh radhiyallahu anhu e ka regjistruar veten e tij për një ekspeditë ushtarake. Megjithatë që ajo ekspedita ushtarake ka vlerë të madhe dhe madhështore, por në anën tjetër gruaja e tij ka nisë për në haxh pa mahrem, i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam lije këtë çështjen, shko domethënë me gruan tënde ta krysh haxhin bashk. Domethënë ta shoqërojsh gruan tënde në haxh, që ajo me pas mahram. Jo me thonë, jo po mirë, ajo do jetë me musliman, aty ka musliman, si ndo thas një sen e shumë radhë. E si është do me thonë në kohën tonë, si është do me thonë në kohën tonë, edhe thotë që Zejdi Rahimullah, sepse gruaja në natyrshmërinë e saj është e dobët. Dhe ajo nuk ka mundësi që me mbrojt vetën e saj për njerëzve të prishur dhe që duan ta dëmtojnë dhe ta prishin. Edhe tash mos na vin dikush domethënë me na tregu pralla kështu, jo po sot kështu, sot ashtu, ju musliman. Jo, sa ka ndodhur në për Spanjë, gra gjermanka, në për vende të tjera Itali, domethënë që ato gra flasin për qafirka, domethënë, kanë shkuar në ato vende, kanë bë pushim, i kanë pa lloj-lloj kriminala se ata gra janë vetë atje domethënë, ose vetëm me fëmijët e tyre, edhe u kanë vrarë fëmijët. Kjo ka ndodhur domethënë në Spanjë. E kanë vrarë fëmijën, e kanë mbyt fëmijën, e kanë keq përdorur atë gruan edhe atë kanë vrarë pastaj. Kjo në kohën tonë, kjo koha moderne në thojza.
Prandaj kjo kur thotë Sheikh Zeidi rahimullah që gruaja është e dobët dhe ajo nuk ka mundësi me mbrojt veten e tij për njerëzve të prishur, kjo vlen edhe për kohën tonë, edhe bile më shumë. Edhe bile më shumë. Prandaj nuk duhet domethënë njeriu me nënglishu këtë çështje. Çështjen domethënë e udhëtimit nga ana e gruas domethënë pa mahrem. Sepse ndodhin, prishet makina, vin lloj-lloj njerëz. Lloj-lloj njerëz kriminal domethënë. Prandaj domethënë nuk duhet njeriu me e nënglizhu këtë çështje. Pastaj hadithi i radhës dhe i fundit të këtij kapitullit është po ashtu të Abdullah ibn Abbasit radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sami'a rajulan yaqul labbayk an shubruma qala man shubruma qala akhun li aw qaribun li qala hajjta an nafsik qala la qala hujj an nafsik thumma hujj an shubruma. Tregon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam dëgjoi një njeri gjatë haxhit domethënë kur u nisën prej Dhul Hulejfa në Medinë, tha njeriu të përgjigjem ty o Allah për shubruma. Do thonë lebejke Allahumma lebejke an shubruma. Do thonë o Allah të përgjigjem ty për shubruma. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha kush është shubruma? Ai tha vllai jem. Po këtu transmetuesi thotë nuk është e sigurt domethënë jo ai personi s'ka ditë vllai jem ose i afërmi, familjari jem. Se këtu përmendet domethënë akhun li au qarib. Domethënë vllai jem ose një afërmit, ai personi ka ditë se ç'është ka shubrumën, ai ka vlla, ai ka kushuri. Ama ma vonë transmetues domethënë ka qenë i pasigurt. Prandaj ka përmend të dyja domethënë, kjo është për amanetit domethënë. Ka përmend domethënë se ka qenë i pasigurt kur e ka dëgjuar hadithin, a është thënë për këtë shubrumën në lidhje me personin e ka vlla ose e ka kushuri, edhe ka përmend të dyja opsionet. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a ke kry haxhin ti për ty? Për vetëm tënde a ke kry haxhin? Personi ka thënë jo. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hujj an nafsik. Bëre haxhin një herë për vetëm tënde. Thumma hujj an shubruma, pastaj bën haxhin për shubrumën. Pastaj bën haxhin do të thonë për shubrumën. Edhe kjo tregon se kjo ndodhi ka qenë në haxhin lamtumirës. Në haxhin e lamtumirës. Se atëherë është bëu haxhi obligim në vitin 9 pas hijretit. Edhe prandaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pyet, a e ke bëu haxhin për vetëm se tash ç'kit vjet o bëu haxhi obligim. Do thonë ti se ke kry haxhin një herë për ty, atëherë si mundesh për shubrumën. Edhe kjo tregon domethënë, shikoni si është kujdesi dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam për sahabët ridwanullahi alayhim. Kur e ka pa, kur e ka dëgjuar një gjë të tillë, nuk e ka anashkaluar, më thonë jo po jo më një ka reaguar. E sidomos ka situata të tilla për shembull që nuk guxon me e vënu përgjigjen, nuk guxon me e vënu reagimin. Ka situata domosdoshmë si kjo, nuk guxon me e vënu reagimin, ndërhyrjen. Se ashtu është e tillë situata. Jo më thonë jo ma vonë jam jo ma vonë ai ka mrin Mekë pastaj. Prandaj ka situata që e kërkon domethënë reagimin dhe ndërhyrjen në atë moment. Nuk guxon domethënë me e vënu. Dhe thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, ky hadith po ashtu tregon që njeriu mundet me shku për dikën tjetër me bë haxhin ose umrën, por kushti është këtu që ta ketë kry për veten e tij. Do të thonë ta bëjnë haxhin dhe umrën për veten e tij, pastaj domethënë ta bëjnë haxhin për dikën tjetër. Dhe barakallahu fikum kjo çështja domethënë me bë haxhin për dikën tjetër ose umrën, ai shekhu i Gjiddës, Sheikh Abdurrahman Nawasi, hafidhahullah, njerë, kena qenë duke Gjidda kur e vizitum, ishte kjo çështja me bo një umre, dy umre, kështu, për familjes, për dikën. Shekhu përmendi tha, ka disa prej selefëve, si Sufjan e-Thauri, rahimullah dhe të tjerë, kanë bo 40-50 haxhe, tha. Për këni ka bo gjitha ato haxhe, për vetën e tij, tha. Edhe umret, për vetën e tij, domethënë. Edhe njerëz si njëri domethënë Sheikh Abadin e pyeti tha, e kum bë umrën për Aishën radhiyallahu anha. Sheikhu tha miskin tha. Aisha fil janna tha. Ti për vetes din as kërkun nuk ja boj umrën Aishës radhiyallahu anha. Tha miskin tha.
Prandaj duhet njeriu, prandaj ai kuptimi domethënë, me pas njeriu kuptim, me pas kuptim. Dhe kuptimi vjen duke mësuar. Pastaj kapitulli i radhës, kapitulli i dytë është babul mawaqit. Kapitulli domethënë i mikateve. Vendet e ihramit. Babul mawaqit domethënë në mikatet. Dhe ka ajo mawaqit mekania, ato mawaqit mikatet vendore, kufi qenë ata, dhe ka mawaqit domethënë kohore. Si namazi, i ka kohat e veta të caktuara. Ramazani ka kohën e tij, nga kur fillon kur mbaron. Po këtu flasim domethënë babul mawaqit, domethënë në mikatet, ato vendet, kufit, thot Sheikh Zeidi rahimahullah, që Allahu subhanahu wa taala i ka vënë të ligjshëm për muslimanët kur duan të kryejnë haxhin dhe umren, që s'bën domethënë me i kalu ata pa me qenë domethënë në ihram, pa me qenë në ihram. Dhe këtu po ashtu edhe e shohim shumë hadithe i kemi të Abdullah ibn Abbasit. Edhe në kapitullin që kaloi, edhe në këtë kapitull, i cili është vetëm një hadith, është po ashtu të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al-Madinah dhul Hulayfa wa li ahli Sham al-Juhfa wa li ahli Najd qarn al-manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada al-hajj wal-umrah ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu më tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam caktoi mikatet këtyre vendeve. Për Medinë është Dhul Hulayfa. E keni parasysh domethënë që Dhul Hulayfa domethënë është prej është mikati domethënë i banorëve të Medinës. Dhe ata domethënë që kalojnë mas Medinës, që vinë në kalojnë Medinë, thonë e kanë në këtë mikat. Mikati domethënë Dhul Hulayfa. Pastaj të banorëve të Shamit është Juhfa. El Juhfatu. Për banorët e Nejdit, Riyadi sot e ato domethënë janë në Qarn al-Manazil. Janë të gjitha këto vende domethënë. Vende ku sot kësaj dite ekzistojnë domethënë, edhe aty e bëjnë domethënë në hynë në ihram umregjit, po ashtu dhe haxhilerët. Banorët e Yemenit Yelemlem. Banorët e Yemenit domethënë Yelemlem. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë për ta dhe për çdo që kalon nëpër to, nga njerëzit të tjerë që duan ta kryejnë haxhin ose umrën. Kush është brenda kufive, e fillon ihramin nga vendi i tij, derisa edhe banorët e Mekës e fillojnë nga Meka. Kjo sa e përket banorët, domethënë, se si është puna domethënë dikush që është më afër Mekës se sa këto kufit që janë të vendosura. Si për shembull banorët e Mekës, si të veprojnë ata? Imam Bukhariu rahimahullah e ka pas të mendimit se për haxhin, po, edhe dietarët të tjerë kanë mendimin se për haxhin e bëjnë ihramin, hynë në ihram banorët e Mekës prej vendin ku janë të qëndru. Pi brenda Mekës, do të thonë ku e ka banesën, ku e ka shtëpinë, ku e ka hotelin, hynë prej aty domethënë. Banorët e Mekës. Por për umrën, Imam Bukhariu rahimahullah ka pas edhe për umrën të njëjtin mendim. Për shembull dikush banon ndonjë lagje në Mekë, do me bë umrën, prej aty hyn në ihram edhe shkon te Çabja, e bën tavafin, e bën sa'in, i pret flokët edhe marroj puna. Po shumica e dietarëve, dhe këtë shpjegon edhe Sheikhul Islam i kohës son, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, se për umrën dalin banorët e Mekës jashtë haremit. Do thonë me dal jashtë kufive të haremit. Që është domethënë et-Tan'im, ajo që thotë domethënë sot Mesxhid Aisha aty, ose thotë edhe Sheikh Ibn Baz rahimahullah në Arafat për shembull, dalin aty në Arafat, edhe hynë në ihram, kthehen në Mekë e bojnë umrën domethënë. Edhe vende tjera domethënë që janë rreth Mekës domethënë, që janë jashtë
kufive të haremit. Kjo për umre domethënë, që dalin jashtë kufive. Për haç, nga vendi domethënë ku janë, nga banesa prej lagjës, edhe e bëjnë domethënë e bëjnë haxhin. Edhe për mikati, se këtu përmenden 4 mikate. Mikati për banorëve të Medinës, të Shamit, të Nejdit dhe të Yemenit. Po ka edhe mikati domethënë për njerëzve domethënë të Irakut dhe Khurasanit dhe ato vende që vinë domethënë prej asaj drejtimit. Ajo është dhatu irq. Dhatu irq domethënë ajo është propashur një vend që për ata domethënë është mikat që e ka caktuar Omeri radiallahu anhu, por realisht domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, edhe thotë Sheikh Zejdi rahimullah që duhet të përmendet domethënë, njeriu domethënë asesi nuk guxon domethënë me I kalu këto kufi. E nëse I kalon dhe nuk është në ihram, duhet me u kthy prapte mikati, edhe me hyrë në ihram dhe me vazhdu. E nëse nuk kthehet dhe vazhdon udhëtimin drejt në Mekë, atëherë duhet në Mekë domethënë me therr kurban. Edhe me shpërnda, me dhënë sadaka banorëve, domethënë fukarave të Mekës. Nëse dikush ndodh, domethënë e kalon domethënë mikatin, edhe nuk është në ihram, edhe e vazhdon udhëtimin, shkon në Mekë. Atëherë, domethënë kjo patjetër pasaj kur I kujtohet ose ma vonë, kur e ka kalu mikatin, patjetër duhet me I në ihram. Patjetër veshët domethënë me ihram. Por, pse e ka kalu mikatin dhe nuk ka qenë në ihram, atëherë duhet domethënë me therr kurban dhe me shpërndaj domethënë në mesin e fukarave të haremit. Dhe këto mikate tjera, që u përmenden këtu domethënë për Gjuhfa për njerëzit e Shamit, Qarn el-Manazil për njerëzit e Nejdit e kështu me radhë, Lemlem për njerëzit e Yemenit. Mikati më I largët me distancë, me kilometra, është mikati I Medinës, që është mbi 400 kilometra larg Mekës. Këto mikate tjera janë 80 kilometra, 120 kilometra, 100 kilometra, janë domethënë shumë më afër. Mikati më I largët prej Mekës është domethënë mikati domethënë I Medinës, Dhul Hulejfa. Dhe këto mikate vlejnë kur njeriu bën udhtim toksor në det dhe në ajër. Nuk është patjetër që me qenë udhtimi toksor edhe kur kalon. Po nëse e bën njeriu me aeroplan, si është puna për shembull ata që shkojnë në Gjidda për shembull, zdrypin me aeroplanin në Gjidda dhe synojnë ta bëjnë umren domethënë direkt me shkon Mekë. Atëherë I jipen ato domethënë paralajmërimet në shumica prej kompanive që janë domethënë që tash I afrohemi mikatit. E po kjo është domethënë që këta mikate domethënë vlejnë jo vetëm ai që bën udhtim toksor, po edhe udhtime domethënë në ajër, me aeroplane për shembull, ose edhe në det me anije. Sidomos domethënë në kohën e kaluar domethënë, që njerëzit kanë udhëtuar domethënë shumë me anije. Pastaj kapitulli I radhës është kapitulli domethënë babul qiran wal ifrad wat tamattu'. Domethënë kapitulli I llojeve të haxhit, llojeve të ihramit, që ka domethënë qiran, ifrad wat tamattu'. 3 lloje domethënë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bëu domethënë haxhin el-qiran. Haxhi domethënë qiran. Kurse ka rekomanduar domethënë se është lloj më I mirë haxhi et-tamattu'. Haxh et-tamattu' domethënë që njerë me bë umrën, pastaj me dal prej ihramit, e pastaj kur vjen dita e 8 e Dhulhijja, edhe me bë niyetin domethënë për haxh. Dhe ka ifrat.
haxhi ose lloji i ifrat që është domethënë, që vjen domethënë personi te çabja, vjen te çabja, e bon tavafin, e bon sa'in, ifrat flasim, për haxhin llojin ifrat. Vjen te çabja, e bon tavafin, e bon sa'in me Safa dhe Marwa, dhe ky sa'i është vlen për sa'i e haxhit. Këtu domethënë e bon sa'in e haxhit. Edhe kështu vazhdon me qëndru në ihram, nuk del ai. Nuk del. 5 ditë, 3 ditë, 6 ditë, kur kam rrinë Mekë, domethënë, e bon ifradin, atë i bon këto domethënë rite, e bon tavafin, e bon sa'in, ky sa'i domethënë vlen për haxhin që ka me kry mas disa ditë. Edhe vazhdon me qëndru në ihram. Qëndron në ihram, vjen dita e Arafatit, shkon në Arafat, vjen pasaj ditën tjetër, natën domethënë kalon në Muzdalifa, të nesërmen Mina, Gjemratul Aqaba, e kështu domethënë vazhdon, e bon pasaj tavaful ifada. Edhe ky person dallimin e ka, nuk ka kurban ky person. Ky njeri që e bon një haxh i tillë, nuk ka me vete ose nuk paguan kurban. Nuk ka kurban domethënë. Ky lloj të haxhit është pa kurban. Është domethënë vetëm haxh. Ka pas një periudhë ku Omeri radiallahu anhu u a ka sugjeru muslimanëve ta bëjnë këtë lloj të haxhit. Sepse ky lloj të haxhit e mundson të shtohet vizitat e çabja. Se nëse kemi mendimin se umrën e ke obligim detyrë, atëherë pa tjetër nëse e bon ifrat haxhin, duhet prap një udhtim tjetër të vish, ta vizitojsh çabën për të bësh umra. E Omeri radiallahu anhu ka sinu këtë domethënë që të shtohet domethënë vizitat e çabja. Të shtohet domethënë vizitorët te çabja, edhe si me ifrat. Se me ifrat domethënë ti e vjen e bon haxhin vetëm. Që ta bësh umrën, duhet edhe një udhtim tjetër ma vonë, ose ma para. Kjo ka qenë një periudhë. Iran është, domethënë, vjen te çabja, bon tavafin, e bon sa'in, sa'ju bejna Safa wa Marwa, dhe vazhdon në ihram. Vazhdon në ihram, domethënë, 5 ditë, 3 ditë, 10 ditë, vazhdon në ihram, e në pastaj shkon në Arafat, prej Arafatit Muzdalifa, prej Muzdalifën Mina, të Gjemratul Aqaba, edhe atëherë mas Gjemratul Aqaba domethënë e therr kurbanin e tij. Se ky ka kurban. Domethënë dallimi ke qiranit edhe ai ifradit është që ky qiran ka kurban. E ka kurbanin me vete ka marrë domethënë. Prej kur është domethënë se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bërë këtë lloj të haxhit sepse ka marrë kurbanin prej Medine domethënë. Prej në Medinë. Et-tamattu është lloji i fundit domethënë, është që njeriu vjen e bën umrën të plot, bën umrën të plot, tamam, si bëhet umra. Tavaf, sa'i, i shkurton flokët e pastaj domethënë del prej ihramit. Edhe pret ditën e 8 domethënë. E pret domethënë ditën e 8, edhe shkon domethënë drejtohet për në Arafat. Realisht Mina pastaj nesër në Arafat, pastaj Muzdalifa, pastaj kthehet prap Mina, e therr kurbanin, po ashtu ka kurban domethënë në et-tamattu, dhe i pret ose i ruan flokët, e bon tawafin el-ifada, edhe bon këtu domethënë në prap sa'i. Qiran, kur e bon tawafin ifada, nuk ka sa'i me Safa dhe Marwa, sepse ai ka bon fillim kur ka ardhur. E pat edhe këtu dallimin, ke qirani edhe te tamattu. Ose tamattu domethënë, edhe pse Imam Ahmedi rahimahullah dhe po ashtu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kanë pasi mendim domethënë që nuk ka këtu sa'i për ai i cili e bën haxhin tamattu. Këtu në këtë domethënë kur e bën tawaful ifada,
nuk shkon domethënë me bë sa'i në Safa dhe edhe El Marwa. Po ajo që është e përhapur domethënë që këtu e bën njeriu domethënë es-sa'i ecje domethënë me Safa dhe El Marwa. Dhe këtu janë përmend dy hadithe, njëri nga Aisha radiallahu anha edhe tjetri nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, ku tregon domethënë Aisha radiallahu anha se kena dal në haxhin lamtumirës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe tregon domethënë fa minna man ahalla bi umra wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa minna man ahalla bil hajj wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. فأما من أحل بعمرة فحل وأما من أحل بحج أو جمع حج وعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. Domethënë tregon Aisha radiallahu anha se dikush e ka bërë domethënë haxhin ifrat për nesh, domethënë për muslimanëve, dikush e ka bërë haxhin qiran, dikush e ka bërë haxhin tamattu'. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë e ka bërë vetëm hax, këtu përmendet. Por shpjegimi është që Gjibrili alayhi salatu wasallam i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka pas me vete atë kurbanin dhe ka thënë domethënë me bë qiran, se e ke me vete domethënë në kurbanin. Edhe thot Aisha radiallahu anha se ata që e bone tamattu' kur e kryn umrën dolën prej ihramit. Kurse ata që e bën ifradin dhe qiranin që ndruan domethënë nuk dolën prej ihramit deri dita domethënë e Kurban Bayramit. Deri dita domethënë e Kurban Bayramit kur e bën domethënë tawaf el ifada. Edhe hadithi Abdullah ibn Umerit radiallahu anhuma e tregon domethënë po ashtu formën e haxhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka bërë domethënë haxh qiran. Megjithatë se përmendet këtu Abdullah ibn Umerit radiallahu anhuma thot قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. domethënë فساق معه الهدي من ذي الحليفة. Thot Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni tamattu' në haxhin lamtumirës. Se shikoni tamattu' e jo qiran. E dikush tash nëse e sheh domethënë nga aspekti gjuhësor, thot jo, pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka bëu haxhin domethënë tamattu', jo qiran. Sepse Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, që është hadithi muttafaqun alayh, që është në Bukhari dhe Muslim, thot tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjat al-wada'. Domethënë e boni tamattu'. Po Sheikh Zejdi rahimahullah thot është përmend këtu domethënë fjala tamatta' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, megjithatë se e boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haxhin domethënë në qiran, është sepse përdoret thot sheikhu për haxhin domethënë qiran edhe fjala tamattu' për shkak se këto dy lloje haxhe kanë shumë rregulla të përbashkëta. Edhe nga ky aspekt domethënë është përdor fjala tamattu'. Megjithatë që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasallam haxhin në qiran, po për shkak se rregullat i kanë shumë të përbashkëta dhe janë shumë identike, edhe e ka përmend domethënë në fjalën tamattu'. Që kjo tregon domethënë na bëhet të qartë neve domethënë sa e rëndësishme është çështja kuptimi dietarëve. Se nëse ti e merr pa dietarin, e lexon këtë hadith, ti thosh hadithi është Bukhari dhe Muslim, ka thënë Abdullah ibn Umar se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bëu haxhin tamattu'. Ama nëse e shohim domethënë kuptimin e dietarëve, shpjegimin e dietarëve, atëherë ta bëhet e qartë domethënë se kjo është për qëllim domethënë është haxh qiran domethënë. E nuk është domethënë në haxh tamattu'. Edhe tash të çështja domethënë cili lloj haxhit është më i miri. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ka domethënë khilaf në mes të dietarëve, domethënë disa mendime. Po thotë Sheikh Zejdi rahimahullah ajo që duket Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah se është më e mira dhe më e saktë,
është ai njeri i cili e ka me vete kurbanin, më e mirë është për të me bo haq qiran. Ai që ka mundësi domethënë me pas kurbanin me vete. Atëherë më e mirë për to është me bo haxhin qiran, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo haxhin qiran. Dhe nëse do kishte qenë haxhi at-tamattu më mirë, atëherë Allahu subhanahu wa taala ja kishte urdhëruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta bëjnë domethënë haxhin at-tamattu. Nëse thot Sheikh Zejdi rahimullah, nëse dikush nuk e ka kurbanin me vete, atëherë në këtë rast për atë person është më mirë domethënë haxh at-tamattu. Domethënë njëherë me bën umrën, del prej ihramit, ditën e tetë domethënë prap e fillon. E nëse e shohim domethënë nga aspekti thot Sheikh Zejdi rahimullah që u përmend nga Omeri radhiyallahu anhuma, shkaku i udhëtimeve domethënë dhe vizitës më shpesh të Qabes, nëse nga ky aspekt domethënë e vlerësojmë situatën, atëherë thot Sheikh Zejdi rahimullah, domethënë haxhi ifrat është më mirë sepse e bën një udhëtimin vetëm për haxh, kthehesh në vendin tënd, prapë bën edhe një udhëtim domethënë tjetër për umra dhe kështu shtohet dhe shpeshtohet domethënë në vizita e shtëpisë Allahut subhanahu wa taala. Edhe me kaq jemi domethënë në fund edhe në këtë kapitullit. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.